Prokuroria themelore në Prishtinë ka autorizuar policinë e Kosovës për grumbullimin dhe mbledhjen e provave lidhur me dyshimet për parregullsi gjatë procesit të numërimit të votave në komunën e Podujevës. Sipas njoftimit të prokurorisë, autorizimi është dhënë për drejtorinë e hetimeve të krimeve ekonomike dhe korrupsionit në kuadër të dyshimeve për kryerjen e veprave penale që lidhen me cënimin e të drejtave të votimit. Prokuroria ka bërë të ditur se gjatë këtij procesi ekzistojnë dyshime për parregullsi, përkatësisht mospërputhje në numrin e votave të kandidatëve për deputet në Kuvendin e Republikës së Kosovës pas përfundimit të numërimit të votave në Podujev. Hetimet lidhen me procesin zgjedhor në Kuvendin e Kosovës dhe vijnë në një kohë kur autoritetet kanë paralajmëruar rritje të vëmendjes ndaj çdo dyshimi për manipulim të votave apo shkelje të integritetit të procesit zgjedhor. Për gjatë procesit të rinumërimit, votat për disa kandidatë ndryshuan, me raste deri në 6.000 për një individ, ndërsa ato për partitë nuk u cënuan. Antarët e KQZ-s kanë miratuar listat e kandidatëve të gjithë partive, përveç asaj të listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë. Lista serbe dhe Beograd dy zyrtar kanë reaguar ashpër ndaj këtij vendimi, ndërsa partia serbe ka thënë se do të ushtrojë një ankesë nga ulëset e rezervuara për minoritetin serb. 9 ulëse i ka fituar lista serbe dhe 1 ulëse Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë. Pas certifikimit të rezultateve, hapet rruga për formim të institucioneve të reja. Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti me partinë e tij Lëvizjen Vetvendosja pritet ta formojë pa probleme qeverinë e re të vendit.